Përshëndetje të dashur miq. Sot në emisionin e parë tek rubrika Sofra pranë jush do trajtojmë një histori shqiptare, një histori suksesi. Siç e dim tashmë, në Greqi janë mbi 30.000 biznese që janë në funksion. Një nga këto biznese është dhe biznesi në Keracini, Furra Ipiros, që e zotëron dhe e punon Anton Çaço me familjen e tij. Çdo ditë Antoni jep për bashkëdhetarët tanë, përveç bukës, pikërisht ne ndaluam në këtë biznes për një arsye. Se Antoni përveç se bukës së tij që prodhon çdo ditë, ka ofruar tek ne bashkëdhetarët tanë dhe produkte të ndryshme që vijnë nga dheu ynë. Siç na tha dhe Antoni vet, ai ka udhëtuar në çdo cep të Shqipërisë për të sjellë tek ne të gjitha këto produkte që janë bio, ato që neve kemi nostalgji nga vendi ynë. Tashmë nuk jemi më ne ata që udhtojmë dhe sjellim nga andej produktet bio. Tashmë kemi një pikë referimi në Furrën Ipiro, aty ku Antoni sjell për neve çdo produkt. Ai ka dy biznese të tilla. Ka një në Leoforo Salaminas Keracini dhe një në Palifalur. Ne vizituam Furrën Ipiro në Keracini. Aty bëm një bisedë të ngrohtë me Antonin dhe ai na shpjegoi si dhe qysh vajti kjo punë. Në furrën e tij, në biznesin e tij në Keracini, ai na priti dhe na bëri një bisedë shumë të ngrohtë. Le ta ndjekim të gjithë bashkë. Shëndetje. Sot ju prezantojmë në Sofra pranë jush bashkëdhetarin ton, Anton Çaço, i cili me familjen e tij ka krijuar bizneset e tij në Athinë. Sot, konkretisht, jemi në Keracini, në Leoforo Salaminas, 113. Anton, nuk është vetëm një biznes që ke këtu në ambient që jemi neve. Kemi dhe disa ambjente të tjera biznesi. Në ratë të parë i kurrizojmë për të arritjen tuaj. Dhe ajo që doja unë të pyesim dhe të dinim se si e keni nisur këtë udhtim, që të arrish këtu në këtë biznes. E ke filluar me shumë mundësi, edhe në krye, ke filluar me hapë për në parë në 2001. Fresh, avash, gjatë kohës edhe të tjerë që me arritur kjerë para se të vite virus, koronavirus, që më hapë 7 fora për këtë. Ta një dhe njërë, këto fora të përstisuan më kejtë pas virusit edhe ishë probleme me njerëzme, për shëpiko, me motorë, të pikin do të motorë edhe ishë kemi daluar. Kemi dënës, ka dhe pykjarë, kemi 3 pykjarë. Pykjarë është të një Keracini si shminarë të sot, në Leoforo Salaminas, rruga Salamin pykje 13 Keracini, Parthenon 4 vjetë Palifalur dhe karoserar 20 Petrarë. Arsye tuaja që nga dheu, dhe e të cilën? Si që për një patriot dhe ikëm, e unë dhe kur isha në Shqipëri, kam pruat e në Shqipëri, kam punuar 2 vjetë, kam pjetë sus, kam përën shkon të pedagogin në Berat. O, hapën ku këtë, si të pëjkin gjithë patriot për karakter, e punë dhe në atë unë, rrugë ikim jashtë atë unë, për punë më tepër. Bujatë të në që pasër për njësa, apo direkt në të rrugtimin të biznesi? Ishtë shumë paketë, kemi ardhë paletën, kemi ardhë me këmë, asara nga kam kaluar, kam ardhë jenë në ardhë, kam bërë 5 ditë në përmale me këmë, kam bërë paletra pa jetë. Pas 2 vjetë e erta në Athinë, u takova me për lajnë të shakru në Athinë, më mori e të shpia, më futa në burë puke si të lemisht, për të shuar punën e burës, për 10 vjetë i punova burë puke, pasaj me doga me gruan time tash që ti futemi të hapë në i burë tonë, se u i kisha jafë për të gjë, dhe për bukë për gjitha. I kemë gjitha konkurrimin e bukë, se gjitha ato, bururet e përgjithë tonë, kisha mundë që t'i bëjë. Edhe me dosë i kapën burë në parë. Edhe, ja. Atëhere si do emigrant dhe për juve lufta ka qenë me kohën. Për mundësit që koha ju ka vënë, për ta krijuar këtë biznes. Dhe ju ke shpëtuar të gjitha mundësit
që ju është dhënë këtu në emigrim? Po, kemi me shumë sakrificë të madhe. Edhe kemi shumë orë të pjesa po që shumë madhe. Edhe mund të përfshin dhe 2 orë, 3 orë, 24 orë. Shumë. Me atë që konstatoj vitet e fundit, përveç bukës, aromës të bukës që ti shpërndan çdo mëngjes me këtë lagje të qeracilit. Jo vetëm, se gjitha të mirë. Kemi sjellë dhe një copa të vet. E kemi sjellë këtu. Nuk është më e nevojshme ne emigrantët të shkojmë në Shqipëri dhe të sillim produkte ato që neve na pëlqejnë, të marrim me vete. Tashmë është bërë një pikë referimi që bashkëdhetarët tanë të blejnë dhe të marrin ato produkte që i pëlqejnë. Ato më thuash për këtë? Është normal. Jemi shumë të knaqur, edhe për kanë për beshimin gjithmonë dhe me reklamat i bëj, gjithmonë një plas, jemi shumë çdo masdite po vetë në shtëpi, është e vërtetë kjo. Herë në dalën lodhë që për çfarë që më dalën lodhë. Se për kanë kaq e madhe që vjen shqiptar patriotik, që vjen që në për kanë të kanë me kaq shumë mundësia dhe më japën shumë prodhë më zjarr që mund të mundoj sa më shumë gjithatë. Çdo gjë që mos më goj as gjithë se sopra të shpjetë. Për çdo gjë që më thonë, për çdo këtë, duam atë, nuk kanë në tjetër. Akoma dhe që fjala për të zive nga rajone ju jam nga Vrana, ose nga Shqipëria mesme, Lide, apo Kimqa, apo Qimka nga Kosova, kam shitur mbi 3 kg kile. Më bëjt si ka ke madhe që për çfarë do lloj produkti që vin këtu dhe më thonë gjithë që përdonë patriotë tonë, ti e krenaria jonë, ti e dashuria jonë, si që po thamë dhe ju, që s'është nevojë të vajtë si nga Shqipëria tjera, i kanë gjitha produkte këtu. Edhe ne më duar, mos të më bëj asë gjithë, i gjitha, akoma dhe bukë misi këtë sjellëm nga Miell Misi, nga Elbasani, nga fabrika vjeta kështë në Elbasani. Bëhet çdo ditë bëhet çmenduri, e nga njerë them qesit, dhe kështu i bëjmë nga lopë që më patriotanë tëmë. I them, në kohën verit një bukë misi, për në nuk të këtë ani. Përse tani shtekju, janë të rëgoj gjithë, në tani ka kjo madhe kjo. Ti e vëndi mirë më tonë, për të kjo të vëndi mirë. Vetëm jo me bukën, po me të gjitha produkte tradicionale. Buka ishte ajo që shqiptarët në vite të gjithë natyrel, dhe me i temi në sofër, akamur. Dhe pyetja është ajo, a ke ëndër bukë? Është pyetja parë. Se bukë është ajo që neve shqiptarëve na karakterizonin si. Po bashkë me bukën, tashmë pjesë ato janë të përmbushura me produkte tradicionale. Ajo që unë doja të ndaje me neve, ishte sa kohë më merë juve gjithë të angazhim, se unë e tim që në orët e natës të vona ju në natës luftonin, punonin për të nxjerrë bukën e ngrohtë në mëngjes. Kjo pret edhe një angazhim akoma më tepër. Për shkakun që duhet non-stop të jesh i hapur për të gjithë bashkëdhetarët në çdo moment. Thash diçka që parë, thash se kohën e verit bëjë vetarë çdo ditë çdo madite, për relax. Qa mungon se më vjen keq shumë, kur vjen shumë nga Katila, nga Korët, nga Patra, vjen për produkte dhe nuk e gjen, ka shumë, nuk e të shkoj këtu vlapin, po dhe në përishur. Që edhe në përshira, edhe jashtë atin së qojnë përshira, edhe në përishur qojnë, gjithë dhe ande ishën. Nuk dua që të vik një patriot jonë, shumë që të kërkon të qka dhe të vik këtu edhe mos a jetë, edhe të jetë më gjithë të vik. Dua gjithmonë që çdo produkt dua të kem të kanë, për të erdhur për të marrë, është i kënaqur. Përveç produkteve që vinë të paketuara, me standarde të kontrolluara, me temperaturat të përshtatshme, me të gjitha dokumentacionet e rregullta që vijnë nga vendimja juve personalisht, me çfarë pash unë, përgatisni dhe receta ëmbëlsira, ato ëmbëlsira e dikurshme që na kanë mbetur në memorien tonë që nuk kemi qenë në vitet parardhjes tonë këtu në Greqi. Ato në zvajza ime ka marrë shkollën këtu në Moskatër, në shkollë franceze, dhe këto një private Lemon. Edhe vajza nuk ka lënë vend pa vajtur, në gjithë edhe Shqipëri. E kam qenë nëpër pasqerinë në Shqipëri, të mësoj që më vëlloj produkte societare, që të mësoj recetat, se mund të gjej në internet, po
tjetër që atë në internet, tjetër shkosh vetë se si është procedura tjetër. Të gjitha ato trileçet, zupat, kemi zupat. Si përcirë është ajo që i kemi në shumë, po të Është trileçe, po dhe zupat, se shumë trileçe ka, shumë dhe patriotë tjerë që shqiptarë, që në atë tjerë. Dosëm që bëjnë këto trileçe, po zupën nuk e ka asnjëri. është receta tradicionale. Receta tradicionale ka bobone, që që në kohën e parë, ka buka mafis, që themi, lloj ka pasës qytetari, ka torona halva qytetari, nuk e di ju nga Tirana njëri torona. Ju nga Tirana se ka të teki nuk e ju torona. Është halë tjerë në qytetari. Ka kulesh të kuqe, ajo tradita e jonë në qytetari. Produktet i veni nga të gjitha vetë të Shqipërisë apo në një qytet? Jo, nuk ka një qytet, janë këtë përpojtë se më shumë se i kishme e rrëtë në Shqipërisë. Ka vajtë vetë. Mua ishë më bërë të sëpjeshtë, e ka të ishë unë e cilë gjithë nga Tirana dhe ishte këtë. Ajo, nuk e vjetë. Nuk e të shtoj, unë kam, jemi e nështë tjerë. Nuk të shkiti marrë që produkët nga Shqipëria këtë. Vetë, kam iku dhe në normali, kam vajtë në normali, kam kërkuar ne nga jugu i thëmi një gjisë që bërë në kur, që banë të nga Maletona, ati i dhëmë nga qupit. Kam vajtë vetë në visë, kam përvret në visë të Belen, në Florë, gjitha dhe. Kam ikë në Koqë, kam vajtë në Korkandes, kam vajtë në Elbasan, në Lushë, në Fiel, në Turës, në Tiranë, kam vajtë në Kosovë, dhe në Kosovë ka shkuar për produkët tëra. Se në Kosovë në marë, ato krem karamele që bëjnë të reqe të marrë nga Kosova. Atë që unë konstatoj dhe që të djeku gjatë gjithë këre muajve, kam parë që në rrjetet sociale një shumë aktiv dhe bën thirrje bashkëdhetarëve të dinë ambientin se ku mund të marrin këto produkte. Kjo është një mundësi e madhe që të bërë, për të bërë një reklam akoma më të mirë. Sa të kam ndihmuar kjo pjesë? Kam ndihmuar, nuk e kam. Kënë qëllurë dhe ju në aktivitetit që kanë dhe kënë parë dhe vetë ju nga apër, se si plasë për mua, por që bërë, nuk është shumë që duhet të asë për burru, asë për jemë. Dhe unë jam nga apër, kushdo. është apër të dykjanë, ndihmon dykjanë edhe unë të gjithë nga negoj. Dhe shokjatët jam nga apër, ndihmoj, edhe ambasadën ndihmoj, pjesë masin, edhe ambasadën nga ndihmon, të gjithë. Kemi parë që je shumë aktiv dhe gjithmonë je aty me ato mësirat e... Nuk e të shkojmë. Ato, veta është një, kur bë vjetë, ajo festa... Atë, po, gastronomisht atjet, po, që kishin të festat që bënte ambasada. Jonë, po festa rëndore, shërinë në Shqipërinë. Bëri festë Flora, bëri Gjirokasa, bëri Korça, isha aty me produkte. Kile kur bërë Gjirokasës, më tanë ambasada. Keni mundësi të silë një gjellë Gjirokasete, ta shosjam nga Gjirokasa, nga Flora. Me gjellë atë do gjendoj një Gjirokasete, do më bëjë. Keme do shumë gjellë që në qura atje, jashtë farë kam quar produkte atje, ka thënë dhe vetë kontrol dhe ambasadës, janë shumë që këtë përku. Nuk ngelli asë gjithë, të gjitha e qëtu. Nga malë që kemi. Themi tek produkti parë, ka ajo që të prodhon çdo mëngjes nga kjo furrë dhe një aromë buke, një aromë që përdumon të lagje. Këto receta që juve i realizoni, janë receta të para nga dita jo, apo produmet e... Bukët janë receta që bëhet tu në rikik, që bëhet bukë që bëhet lodoj bukë që varda, qesa, me përshimi që në furrë. Ato të traditën tonë që kemi dhe atë shqiptari, është mjellë dhe mishët që si nga Shqipëria, buka mishët, atë që e bëjt traditën tonë edhe nuk e arredojë, ka shumë. Cila është putja më të çuditshme që të bëjnë pjesë? Atë e më atë. Kemë në gjithë tjetë pasir nga Shqipëria. Edhe këtu të dykjanë jo, vetëm kjo mund të dalë të që s'kepi. Se gjithë tjetë i kepi. Ate, të bëjtë unë qëfar nuk e sjellë nga Shqipëria? S'mune e rrëve i bëjtë. Të gjitha, qdo ditë e mbarë fillon, atë them dhe në reklama. Ditë e mbarë fillon me byreke nga Rushja. Byreke që të ngiri nga Rushja. E me dhalë. është... Mëngjesi më mirë. Mëngjesi më mirë. Pasaj në vazhdim, pasaj ka tjetër, ka shumë lloj produkti kemi shumë trushel që kemi sjellë nga Rushja, byreke, si që thasë, ka dallë, ka gjizë, ka çaçkoski. Po ka marrë, ka lloj salamër, ka kërnaska të Korçës,
kemi ato që janë dashuria jonë. Ka lloj pjesë, kemi bira Korça, kemi bira Elbara, kemi bira Tirana, nuk u lëmë dhe ju për gjë nga Tirana, marrë dhe ka ju. Kemi bozëtojt në Tiranës, e kemi gjithë. Ne ka aparati që shkizotria, tu kemi qësillë gjira, kemi shumë ullik i berati, e kemi, jashtë zoj fshati nga fjerë. Edhe nuk falenderoj. Doja të pyesja unë është, ku e shikon biznesin kombëtar? Nuk ka fund, ku dhe shkoj. Ka shumë më madhë kanë patriotanë që importa është që kur vjen shumë njerëz i vinë që ndosë të djela që është kritik, të shkosh njëri me tjetër duke uthur, duke takuar me tjetër, kur që ti e vënd t'i krenari, ti e vënd i mirë, tu që në ka përdurë, se ka shumë patriot, ka 10-15 vjetë me njëri me tjetër që si janë pëse takuarët, edhe që dojnë që takon të, të kërë për marrë produkët. E më thënë mua, ti e që në ka sjellë të, ti e këtë dhe mërë të obitjët, dhe të ndë unë bëjë dhe më shaka me një tjetër. Do të arga mund të dhe, mos e bëjë, jo e vazhdo, se je krenari jo. Edhe vetë shatrat e mi që kam, që në 10 që kam marrë tu, që kësha humur shumë atë të më, ka i vitë 35 vjetë, tani kam mund të jetë 20-30 vjetë këtë nga shatim, edhe ka i shumë kam kënaqësi madhe. Ne kam dashuri madhe që vinë gjithë këtu, nuk e them për ashtu po. Dhe ne që punojmë natë ditë këtu, gjithmonë jemi të lodhë, jemi të putur, kemi shumë dëshirë, kemi shumë madh që dhe kur vinë shumë shqiptari që vinë patriot, vinë nga Shkodra, nga Jugo, nga Saranda, nga një Shqipëria, tullën për një kotë ra, kemi një meseti, që ato kemi dhe me nevoj për ato. Gjithmonë, edhe shu kalëm në butë që në regioni, je fantastik, do dhe pak, nuk përse do bësh... E gjithë kjo ka bërë të ndihesh ti mirë. Jam shumë atë. Nuk e lë një shumë një patriot që ti e fërë diçka që të mos a kjerës diçka. Fëmijët e vegjit, apo me fëmijë. Ajo është krenaria më e madhe për mua. Për çfarë arsye se ne shumë mosha jonë këto gjëra ne njohim. Ti kem pas të parë. Ata që kanë një doktor nuk i njohin. Kur shkojnë ti vitet dyqani, edhe afron të dyqani ka shumë bëhet që mos u mbas këto dallive tona. Këto produkte kemi tona. Edhe ti shkoj do të përpyra këtë datë, do të xhaxhatoni, do të atje, do marrë dorë për atje. Është krenaria e madhe, është pafund çfarë. Jemi shumë të kënaqur, shumë e emocionuar për këto që po shkojmë. Ka një dashuri të madhe, nuk e prisja. Nuk kemi shumë. Anton, edhe një herë, bashkëgazetarëve tanë, çfarë do t'i themi? Ku të vinë? Çfarë të them? Kjo është hap. Gjithmonë Në Leoporo Salamina, 213, Rruga Salamina 213 Gjeraqini dhe Partenorës 14 Palio. Ju më pres. Ku ju pret Antoni me një qeshje të madhe dhe një zemër të gjerë. Faleminderit Anton, suksese dhe gjithmonë gjëra të mira. Faleminderit. Do të kemi gjithmonë. Faleminderit. Respekt. Çdo ditë bëhet motorit, çdo ditë. Gjithë ky dyqan këtu që mbushur me gjëra me dashurinë dorë për kalamaj tanë. Gjitha, komplet tu, janë bushura, komplet. Po nuk kem sjellë gjëra vetëm për dashurinë dorë për fëmijët tanë, kem sjellë edhe për ne. Kemi edhe në shtëpi, kemi edhe në zemër, kemi sjellë tushi, lloj tushi, gjitha komplet të tushi, po kozhare, specat pjekura. Ka çfarë nuk ka përkesë, ka gjitha. Që të shkojë mirë kjo me zeja, do dhe verën. Kemi sjellë verga për përmeti, verë barë, verë fuqe, kemi nga të gjitha, komplet, qatë të tërë. Duam zani që filloj timi me fasulli, lloj fasulli kemi këtu. Fuqe, bardha, bushë, plot, gjitha, komplet dyqani është bushë me gjera këtu. Kemi gjera fantastike këtu të dyqani. Shkosh që po bëhet këtu të dyqani këtu, shko. Dhallë, kemi dhallë, lufra, kemi hajë qumshë me speca, nga Kosova. Kemi satë shkosi. Kemi lolloj, kemi djath dhijet, djath lopet, djath dele, ka lolloj turshirë, turshirë domate, turshirë me laka, me patlıgjane, speca me ak, speca me gjithë, speca të kuqe. Kemi pjetë shkuce, gjitha, si që shkojnë dhe këtu, është mbushur të gjarë plot, me gjitha këtë, komplet, me salaj, lolloj salame, birra. Kemi birra Elbara, kemi birra Korça, kemi mbushur plot. Nuk janë këto gjëra vetëm që të dyqane, po kemi dhe gjërat e mira të fantastike që kemi këtu të komercia të tona shqiptare. Kemi bobonet, kemi mafis këtu, kemi pufra që të në Shqipëri. Këtu dyqani këtu që bushur në mërsira, çdo ditë bëhet nami këto dy borat tona. Edhe të bora të Selaminës, këtu në Gjeraqini edhe në Palio. Kemi pasta tona, kemi zupa, kemi torta tona, kemi trileshi, kemi pasta shu.
kemi çfarë do zemra juaj kemi zoj fçati, kemi kërnaska, kemi lloj sallamrë. Ju më presim rruga Salaminës. Normal. Ju më presim rruga Salaminës 213 Qiraçini, me shumë produkte shqiptare. Hajde me mua shkojnë se çfarë kemi. Hajde shkojnë të dykjan. Të shpëtë. Çdo ditë bëhet motorit, çdo ditë. Gjithë ky dykjan këtu që mbushur me gjëra me dashurinë dorë për kalamaj tan. Gjitha, komplet tu, janë bushura, komplet. Po nuk kem sjell gjëra vetëm për me dashurinë dorë për fëmijët tan, kem sjell edhe për ne. Kemi edhe në shtëpi, kemi edhe në zemër, kemi sjell tushi, lloj tushi, gjitha komplet për tushi. Po kozare, specat pjekura, ka çfarë nuk ka përkesë, ka gjitha. Që të shkoj mirë kjo me zeja, do dhe verën. Kemi sjell verga për përmeti, verë barë, verë fuqe, kemi nga të gjitha, komplet, qatë të tërë. Duam zani që filloj timi me fasure, lloj fasure kemi këtu. Fuqe, bardha, bushur, plot, gjitha, komplet dyqanin që bushur me gjëra këtu. Kemi gjëra fantastike këtu të dyqanit. Shkosh çfarë po bëhet këtu të dyqanit këtu, shko. Dhall, kemi dhall, lufra, kemi haj qumshë me speca nga Kosova. Pa sheqeri kojmë, gjitha, komplet, bushë, lloj qurshjarme, lloj pjeshka, qato ka verë, përmeti, atina bejku, verë fuqe, ka konjak, ka shukët, ka fonç, shukët të gjitha to, shukët, kalamaj, bushë, të shukët, të dashurin tonë, lloj qurshjarme, strangu, përkesë e kutje, përkesë e barë, ka nga gjitha, peca djekës, e gjithë, qarë do zemra i kemi, kokozare, plot, për dashurin to, këtu kalamaj, këtu albeni, kemi tragana, kemi këtu, kemi basure, barda, basure, kutje, qarë do një mështë, ulli berati, plot. Kjo është dagja partizane, kalamaj këtanë. Ata të duan e to, tërpon me to, me t'i pje, me që buket, qatë shka, albeni. Kemi më shumë gjëra se që ka në Flora, apo në Tirana, apo gjithë rrët. Sa që ke përledhur këtu, dhe dyqanit gjitha produkte shqiptare. Edhe ljuka tipër kemi, makarona, tipëre, a gjithë kemi. Kërnashka, koqi. Perimene. Tora. Kërnashka kemi, koqi, kemi zoj fshati. Qarë do zëma i kemi të gjitha, po bone, shko këto që. Shko që bëtë, tushi me lakra. Sofrë Tiranëse do të qenë këtu. Tu, poj me ze, do të tërpojnë. Po i kitruri ka këto. Kemi këtë dyqanë. Qas kemi këtu? Tani sa erdhën, tani nga gjithat e reja nga Shqipëria. Nga fabrika nga Maminës, në Durrës. Këto gjithat të gjithat janë këtu. Këtu janë shumë çmimi i mirë, fantastik. Çdo ditë bëhet çmenduri këtu për dyqanin. Shko këtu të këtu. Shko një dita se ka përshetë. Shko. Gjizë me të patëgjani, speca me gjizë, speca me ajë, djatë kaskavall, salskoshi, dall, lufra, ajë, qumësi me speca. Kjo është super, është kosovare, është numri 1. Djatë kaskavall është sjellë djatë kaskavall dhe nga Lushnja dhe nga Korça. Sallam popullor, nga fabrika Haku, nga Tona, fabrika Tona, ka lloj pitbull, ka gjithë këto bravat, kemi këte në Shqipëri këto Bopes e dyshi, Golden Nit, Pata Kshëtik. Qa nuk ka, bira Korça. Dhe ashure kemi, pa ashure. Ja rroti, do kira dhe ashure më sot. Do i pa ashure. Shko ashure tu, shko. E po veti, se po më të miseku. Da bësh të gjithë. E bëjmë ne vetë, po, tha se këtëllë se bëjmë dhe ti. Bira, tora, këtu, Korça, gjithë, lloj ka. Bira e barë, gjitha, këto. Dashurero, fëmi, të për këto sërbojmë këto, piti pje, cinë, lloj, kare, qelka, lloj dhe qelës kemi këtu, kemi qelë, plot, qarë do zemra i kemi. Një lloj kafesh kemi mullir vjetër, kemi argjiro, në shokujon nga lulli, kemi.
Ata eksotik, të gjitha, nuk na kërkuan asgjë, të gjitha. Çfarë do zemra e gjitha. Pra të dashur miq, kjo ishte historia që ne kishim sot në rubrikën tonë. Miru takofshim në rubrikat e ardhshme.